cilat janë hetimet më të bujshme të SPAK. 1, 2, 3, 4. Njërin sa po ta thash. Është subjekti Partia Socialiste në Fier. Rasti dytë po në Fier ishte subjekti Partia Social-Demokrate. E thamë këtë. E baba i kandidates që më pas të dërguan... Sot u mësua se e sekuestruar telefoni... Lutem, më lërë të mbaroj. Po në Fier, në qarkun Fier, është edhe një rast më herët i Partisë Demokratike personit të arrestuar. Jo, ti nuk do vishë të më bësh mua, nuk e kam emision për Fierin. Po të lutem, po të mbaroj... Ti mos të shkon, ja të ta them tani. Ndoshta shkon dhe në një televizion tjetër ku ka qëllim për të qëlluar Fierin e kështu. Po Fierin tani nuk e kam objektiv. Ore më falë. E the 1, 2, 3, 4, 5. Kalojmë në vendet tjera, se nuk dorim të natën këtu. 5 raste citove në Fier. Po, sepse është qarku i dytë më i madh. 8 raste janë në Elbasan. Ishte edhe ti atje. Po pra, janë 8 raste në Elbasan. Tani, janë pyetur për krimin zgjedhor. E the moj tani, a kemi të tjera? Kemi 8 raste në Elbasan. 8 raste në Elbasan. Po, të cilat po hetohen në ndyshimet për korupcion që prekin 2 forcat kryesore politike. Në rastin konkret, ndryshe nga më para që thash në Fier kishte arrestime për PSD-n dhe për Partinë Demokratike, në Elbasan nuk ka arrestime vetëm për fotografimin e votës. Në Shkodër, kryesisht ka patur hetim ndaj subjektit Partia Social-Demokrate. Në kuadër të këtij hetimi, të cilin zoti Doshi personalisht edhe përmes forcës tij politike e ka kundërshtuar dhe e ka mohuar përfshirjen në shitblerje të votës, ka patur 3 aksione paralele. Aksioni ka qenë pra pati një kontroll përpara zgjedhjeve, që u mor celulari i kryetarit të Partisë Social-Demokrate të Malësisë së Madhe. Kryetarit të Bashkisë, Vaudis. Të lutem o Ylli, më lër ta mbaroj tani, unë po të them kryetari i partisë Ylli pa shkuar të thash 3 aksione. 1 minutë, lutem. Okej. Këtë emisione drejtoj unë. Po pra, am pyet. E kur unë ndëryj, jo 1 minutë. Kur unë ndëryj, dua që shikuesi im të mësoj atë çka unë mendoj. Mund të bëj gabime sa duash dhe unë. Po ti nuk mund të ndërpresësh mua. Drejtues në emisionin. Po, bëje fjalë. Unë mund të ndërpres ty. Fal minutë. Me etik sigurisht, me shumë etik, mund të ndërpres. Tani ke problem sonte, po thuaj ku e ke problemin dhe bëje pyetje. Se nuk e kuptoj dot. Më pyete dhe po të sqaroj. Më kanë dërguar në punën në Fier të kuptoj të ndjek një njeri që duhet ta sulmoj për një televizion. E ke shumë gabim. Dhe unë po të them... Ja, këta kisha unë. A, kishe këtë merat. Po do të vazhdojsh më te i lere. E vazhdojmë këtu, se lere se e kuptova, ta thash, ta spjegova, se ku është Hile. Po jo, pra jo. Dikush më ka dërguar mua në Fier, të punoj për të sulmuar dike. Jo, të lutem. Jo, po kjo është e pandershme. Kjo që thua është e pandershme. Unë kam raportuar... A më bëre pyetja ke hall. Ja, pra më lër ta mbaroj. Më lër ta mbaroj. Jo, po këtë nuk e ngrejt dot këtë aludim. Është e vërtetë që unë kam raportuar në Fier, po kam raportuar me etik, profesionalizëm dhe pansi. Dakor, këtu mbaron të diskutim. Po të pyes për rrethet e tjera. Unë po të them, po të sqaroj pra nëse ti ma lë fjalin. Nëse ti ma ndërpret mbyll me diskutimin. Po të pyes pra një nga momentet është ku kryetari i bashkisë. Po është i fundit në radhë morzotri, unë po të shpjegoj si ka nisur dhe ku po shkon hetimi. Fillimisht u sekuestrua celulari kryetarit Partisë Social-Demokrate në Malësinë e Madhe dhe 5 personave të tjerë. Më pas ju sekuestrua celulari kandidatit për deputet në Tiranë, zoti Rakipi, në kuadër të njëjtit hetim. Dhe i treti në radhë që ndodhi ditën e djeshme dhe përgjatë ditës së sotme, është kryetari i Bashkisë së Vau të Dejës, i cili deri më tani nuk është person nën hetim, ta sqaroj, por është një person i cili i është nënshtruar me vendim të gjykatës kontrollit personal, pra marrjes së celularit dhe kontrollit të automjetit. Pra kjo është që është ndjekur në të njëjtën kohë. Po ja pra ta sqaroj, të them dhe fjalin e fundit dhe ta sqaroj. Në të njëjtën kohë, në një hotel të njohur në Tiranë, është sekuestruar celulari i njërit prej shoqëruesve të kreut të Partisë Social-Demokrate, zotit Tom Doshi. Pra është një hetim që ka derivuar, nëse ke durim deri në fund. Jo. Në disa kontroll. Kam durim komplet me se për të punë të kam thirrë. Po sqaroj çfarë në radhë. Dhe më fal do kaloj edhe te Durrësi. Apo flas. Atëherë, zoti Shkreli nuk është person në hetim, por nga vëzhgimet dhe përgjimet që janë bërë në Shkodër, ka dyshime sipas prokurorisë që mund të gjenden prova në celularin e tij për shitblerje të votës. Dhe kontrolli për zotrin, i cili sot ka dalë dhe ka reaguar pas lajmit që unë bëra, dhe tha jam i hapur për hetimin, vjen në një kohë kur zoti Rama, gjatë takimit përmbyllës në Shkodër, i tha me 2 porta. I tha, Kristian, mos luaj me 2 porta. Të nesërmen, po ndaj të njëjtit person,
reagoi dhe kryetari i Partisë Social-Demokrate. Këtu mbyllet me Shkodrën. Kthehemi në Lezhë, se me qënë se më pyete, unë po të jap të gjitha rastet. Në Lezhë. Çfarë po kundërshtoj unë? Në Lezhë ka patur Më të gjitha mos në rast. Tre raste që kanë të bëjnë me korupcion zgjedhor, që janë në SPAK, dhe rastet e tjera janë kryesisht konfliktet mes palëve që kanë shkuar deri tek, për shembull, ishte rasti i bashkëshortit të zonjës Hoti, mos gabojmë, është deputeta aktuale, i cili u lirua më pas. Pra ka patur krahas dyshimeve për korupcion, ka patur dhe raste tjera, për shembull, siç ishte rasti i Peshkopis ose i Dibrës ku bllokua makina e një biznesmeni me një shumë të konsiderueshme parash, u mbajti bllokuar stafi elektoral i zotit Blendi Klosi, pra në një farë mënyrë ishte dhe u dyshua si një lloj vegjëtësie, por që dyshohej për shitblerje të votës. Po ashtu dhe rasti i Durrësit konsiderohet si qarqet më me risk të lartë, edhe pse nuk ka të arrestuar, ka 5 çështje, por ndryshe nga rastet e Fierit, rastet e Elbasanit dhe rastet e Shkodrës, ku ka patur veprime konkrete, në Durrës nuk ka patur veprime të kontrolleve përveç një rasti që është bërë kontroll në një ambient diku në periferi të Durrësit, janë marrë kamera sigurie. Se për cilin subjekt janë marrë, këtë nuk janë në gjendje ta them. Sa raste janë gjithsesi? 39 pra. Mirë, s'e kanë pak, pra pse thoni 0? Po tani nëse mi ta mbaroj se Ylli e ka problemin. Jo në rregull. Të lutem. Ylli problemi është diku tjetër që pse. Klodi, Ylli po të ketë ndonjë problem, falmi, nuk të thret ty. Thres atë vajzën që punon poshtë, te pritja, dhe i them fol ti. Po unë të kam thirr ty këtu, nga që je ekspert e kësaj pune, dhe të thua çfarë do ti. Jo çfarë është e vërteta. Dhe çfarë di ti? Jo çfarë dua unë. Çfarë është e vërteta? Çfarë do ti, do të thotë çfarë di ti. Çfarë di ti? Po pse shqetësohesh? Qetëso. Jam shumë e qetë, zoti Rakipi. Po qetëso pra. Po jam shumë e qetë pra. Problemi është diku tjetër. Një shkurt e kam Ando dhe merr fjalën pastaj. Problemi është diku tjetër që mendoj që pse ti dhe zoti Rakipi keni këtë nivel debati dhe mendoj që kur vjen puna tek subjektet e mëdha zgjedhore dhe kryesisht Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, prokuria e posaçme nuk ecën me hetimin. Pavarësisht se ti thua që Partia Socialiste është në hetim në qarkun e Fierit dhe konkretisht në Roskovec, nuk kemi rezultate të hetimit. Nuk e them unë zotëri, e thot SPAK unë njoftim zyrtar, vazhdojnë. Me që beson dhe ti si argument. Drejtoju SPAK-ut. 30 ca raste nuk janë pak më burr, domethënë. Dakor, pra po si ka mundësi. Po ju thoni 0 dha tash. Si që ka 0 kjo? PSD-ja ti ecën kaq shpejt me hetimet të jo, ma PSD-ja është, PSD-ja atëherë ke rezultate konkrete. PSD-ja është edhe parti klienteliste më, edhe është më. Tela edhe tash. Ergysi sapo dëgjon shifrën 39, entuziazmohet dhe thotë pas ka raste. Ska, domethënë tash. Jo. Këto 39. Po, 39. Tash Sa ka pas 2021? Jo. Rastet e tuara.